Vjen një person tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, thotë, e usini më porosit." I thotë profeti alayhi salatu wasalam: "Mosu zemro." I thotë përsëri: "O i dërguari i Allahut, më porosit." Njep një këshill tjetër. I thotë: "Mosu zemro." I thotë për streti, pastaj prap: "Të lutem," thotë, "më jep një këshill tjetër." Prap profeti alayhi salatu wasalam i thot: "Mos u zemro." Duke dashur, profeti alayhi salatu wasalam na tregoi rëndësinë e ruajtjes së gjakftësisë në çdo situatë, e ruajtjes së logjikës edhe të arsyes në çdo moment, sidomos në ato situata që kanë nevojë për arsye të fortë. Sidomos në momentin kur njeriu i ndodh diçka edhe hidhrohet ose mërzitet, dhe kjo është një nga shkaqet e forta që ai e humb arsyen, dhe Zot na ruaj mundet pastaj si pasojë e kësaj gjëje të bëjë ndonjë veprim për cilin mund të bëhet pishman më pas, por se nuk i bën dobi.